Kryepeskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, por lumturia e tij Imzot Joani, ishte i ftuar i radhës i kryeministrit Edi Rama në podcastin e tij. Flasim. Një familje shumë e madhe, jemi 8 fëmijë. Edhe jo e krishterë. Jo e krishterë. Por në atë kohë nuk aplikoj asnjë lloj, nuk praktikoj asnjë lloj besimi. Nuk ishte se ne kisha një besim dhe lehet ai besim dhe merret besimi tjetër, se nganjëherë njerëzit që s'kan jetuar në atë kohë nuk e kuptojnë këtë. Gjimnazit më randor një libër që ishte Ungjilli. Kur i lexova për herë të parë, ndodhi diçka thellë brenda meje. Kur isha i vogël, thash kisha shumë gëzim. Se familje e madhe, ndjesha i mbrojtur, vëllezër, motra. Pastaj dal nga dal gëzimi fillon pak venitet. Kur rritesh, ndodhin ndryshime të ndryshme në trup, ndodhin ndryshime në mendje. Kryeministri Rama tregoi njohjen e hershme me kryepeskopi Joan. Kur ecejakeshim tek rruga Shënshëri, ju e punonit infermier në spitalin psikiatrik. Edhe e kujtoj shumë mirë atë pjesë, se për mua lidheshin. Shërbimi në psikiatri ishte në një farë mënyre palestra. Në mungesë të kishës, në mungesë të territorit ku ju mund të ishit prifti që doni të bëheshit, ajo ishte palestra e stërvitjes së shpirtit.